Shi kartë monedash në Detroit, shoferët braktisin makinat, bllokojnë trafikun për të mbledhur parat. Një skenë e pazakontë surprizoi kalimtarët në anën lindore të Detroitit të premten, kur kartë monedat filluan të bien nga qielli mbi Gracious Avenue, duke shkaktuar kaos të përkohshëm në trafik dhe reagime të shumta nga qytetarët. Ky shi i parave, që për shumë dukej si një ngjarje pabesueshme, ishte në fakt një homazh i veçantë për Darrell Thomas, i njohur në komunitet si Plant, një pronar lavazhi makinash dhe figure dashur e lagjes, i cili humbi jetën së fundmi si pasojë e sëmundjes Alzheimerit. Ngjarja organizua nga djali i tij Smoke, në përmbushje të dëshirës së fundit të babait, i cili kishte kërkuar që pas vdekjes të bënte edhe një dhuratë të fundit për komunitetin që kaq shumë e deshi. Detroit mund të mos e dini kush ishte babaim, por ai ishte një njeri i madh. Tha Smoke gjatë omazhit, ai ishte një legjendë në komunitetin e tij. Ai bekoi të gjithë dhe kjo ishte dhurata e tij e fundit, asgjë më shumë. Darrell Thomas ishte i njohur jo vetëm për dashurinë ndaj familjes dhe fëmijëve, por edhe si një koleksionist pasionant i makinave klasike, i cili për vite me radhë kontribui për mirëqenien e lagjes së tij. Për shkak të situatës së krijuar ku shumë qytetar braktisën makinat për të mbledhur kartë monedat, policia detyroi bllokimin e përkohshëm të trafikut për rreth 30 minuta. Ngjarja mbetet një nga ato momente të rralla që përçon bujari, dashuri dhe kujtim të përjetshëm në stilin më të veçantë të një njeriu që jetoi jetën për të tjerët.